Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku për të ndarë me ju video të radhës. Sot në shtëpinë e Big Brotherit kam bëritur një dron. Duke shkruajtur në dron shkruaje historinë. Banorët ishin të gjithë të pozicionuar në verandë dhe po pinin kafen e mëngjesit, teksa Laerti dhe Rozana ishin ulur tek pjesa e pishinës, edhe mundoheshte që të marrin rrezet e diellit dhe pse dielli ishte në ikje. Droni mbëriti nga Gjonatani dhe do me thënë jo Gjonatani e solli, Gjonatani ishte personi që solli dronin në shtëpi për ta parë banorët. Dhe Gjesti u emocionua pafund. Gjesti nuk e kuptonte në moment se çfarë po thonte, por Rozana dhe Laerti ja treguan dhe u duk xhelozia e tyre. Në një pjesë të momentit Laerti thot po kjo çka ka që po qesh, do me thënë e ka përgertën. Po xhelozonin së bashku me Rozanën pse i erdhi droni Gjestit në shtëpi. Gjesti u gëzua shumë, u knaq, e manifestoi këtë momentin deri diku t'i themi, sepse e pa që shqiptarët e duan, e preferojnë, e kanë në zemër dhe të thua shkruaje historinë nuk është gjë e lehtë, do me thënë është një gjë shumë e madhe, dhe Gjesti filloi të këndon me këngët e tij që i ka që uri djali u bë bure, fenomene të këtilla. Në atë moment ishte Egli ajo që po knaqte, edhe po e përqafonte Gjestin, do me thënë ka një diçka në këtë çiftin që unë dua të ndaloj që pa marrë parasysh se çfarë po ndodhen, këto janë përsëri pranë njëri tjetrit, këto përsëri e duan njëri tjetrin, këto përsëri e mbështesin njëri tjetrin. Do me thënë, Egli e do Gjestin shumë, edhe do që t'jetë me të. Unë sot e vërejta se një njeri i cili të qëndron afër në ditët e tua më të dhimbshme është personi që ty të mbështet më shumë dhe të ka më shumë gjanë. Dhe Egli ishte ajo që e përqafoi Gjestin, por aty ku kishte xhelozi të paimagjinueshme, do me thënë ishte Laerti dhe Rozana, të cilët po xhelozonin me shpirt përse Gjonatani uli dronin aq poshtë, që Gjesti ta shikon mirë atë dronin edhe të kënaqet me të, pse Gjesti t'i sjellin drona dhe pse Gjesti duheshka të shkruaj historinë. Edhe Rozana i thot, i thot shkruaj historinë, dhe Laerti në një mënyrë duke u qeshur kështu nga pak thot po ku din të shkruaj ai. Do me thënë, banorët e marrin tashmë me shumë urrejtje çdo sukses të Gjestit edhe çdo dron që futet në shtëpi. Nëse më përpara ishin të kënaqur, ishin të gëzuar që Gjestit i vinin drona dhe shkonin e putin e përqafonin, sot e xhelozojnë me shpirt këtë momentin dhe e shohin si një lloj përballje shumë e fortë dhe e shohin si një mesazh të një banorit i cili vërtet po lufton jashtë dhe do shkon drejt një fitoreje. Dhe këtu ishte vetmja Egli ajo që përshëndeti dhe që e bëri Gjestin që të ndjeti lumtur duke përqafuar edhe duke e puthur. Do me thënë, Egli ka hyrë me një mision të fortë që të ndihmoj veten e saj, por të ndihmoj dhe Gjestin në këtë lojë që të dy të dalin fitues kok më kok. Unë sot e kam kuptuar se çfarë misioni ka Egli. Egli ka misionin që t'i shqer maskat e të gjithëve dhe t'i nxjerrën të gjithë jashtë, edhe në fund në finale të shkon kok më kok edhe t'ia uron Gjestit finalen dhe të del një dashuri e përkryer mes tyre. Të paktën nuk këtë gjë e pash sot, ndoshta edhe unë kam dhënë komentet e mia, por sot e pash këtë gjën dhe e shoh që mes Gjestit edhe Eglit ka një grindje të një personazhit që dashuron me zemër dhe ka një lumturi të një personazhi që vërtet shumë e do personin tjetër dhe mundohet ta shikon të lumtur. Ndërsa xhelozia e Rozanës edhe Laertit solli më pas diskutimin që unë do ta komentoj në videon e radhës. Ju na ndiqni me subscribe dhe jepni mendimin tuaj për këtë dron i cili sot mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit.